Pas përfundimit të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale, skena politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut është ndezur sërish me debate, akuza dhe përplasje të pushtetit dhe opozitës. VMRO-DVMNE sot ka deklaruar se nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare, duke ju referuar rezultatit në zgjedhjet lokale. VMRO do të kishte mbi 60 deputet, ndërkaq që LSDM do të ishte partia e tretë në disa njësi zgjedhore. Sipas tyre, populli ndëshkoi LSDM dhe bëri që të jetë në disa vende në shtet, si dhe në qytetin e Shkupit, partinë e tretë, të katërt dhe madje të pestë. VMRO e shpall veten fituese absolute duke u mburur me 300.000 vota dhe me më shumë se 550 këshilltar në të gjithë vendin. Në këtë zgjedhje, VMRO-DVMNE fitoi 12.000 vota më shumë se në vitin 2021, ndërsa LSDM u fundos me minus 111.000 vota. Kjo është një humbje që pasqyron më së miri mosbesimin e qytetarëve ndaj politikanëve të tyre të dështuara, qeverisës jo kompetente dhe personelit jo kualitativ. VMRO-DVMNE është partia me mbështetjen më të madhe në 59 komuna dhe qytetin e Shkupit dhe në shumicën e tyre ka shumicë absolute në këshilla. Nga ana tjetër, LSDM është kundër përgjigjur VMRO-s duke i quajtur këto llogari përpjekje për manipulim. Ata thonë se nëse nesër do të kishte zgjedhje parlamentare, VMRO nuk do të kishte më shumë se 52 deputet, ndërsa LSDM të paktën 21 deputet. Sipas LSDM-s, përpjekjet e të shpruara për manipulim janë rezultati i tronditjes që përjetuan dhe rënjes mbi 140.000 votave, që siç thonë ata, është një sinjal i qartë se gënjeshtrat dhe politikat e tyre të gabuara janë lezuar. VMRO-DVMNE do të kishte 52 deputet dhe LSDM-ja 21. Ata humbën 140.000 vota dhe po gënjejnë kot me matematika të gëzueshme. VMRO-DVMNE nuk mund të afshë rënien e saj dhe shifrat janë të qarta dhe të pamëshishme ndaj tyre. Analiza e deputetëve sipas votave është një operacion i saktë matematikor që tregon qartë se VMRO-DVMNE do të binte në 52 deputet dhe LSDM do të kishte të paktën 21. Në këtë duel politik ku numrat përdoren si armë dhe retorika si mburoj, të dyja partit duket se kanë kaluar tashmë nga analiza në fushat, ndërsa vendi hyn në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për disa komuna kyçe. Nga VMRO thanë se tani është koha për ta rumbullakosur këtë fitore të madhe në raundin e dytë, ndërsa nga LSDM thanë se LSDM vazhdon betejën e saj për 17 komuna të tjera.